Roman Burberi Shangur. Dua të bëm një shpjegim. Ju lutem, leni vuvuzelat, ka shumë rëndësi. Lere vuvuzelat, lutem. Atëherë, e kemi thënë që 1 milion persona duhen të flasin, apo jo? A e pak se si ki djali abuzon me atë qëfar foli para meje. Ne këtu nuk jemi as kundër lindjes mesme, as kundër Amerikës, ne jemi kundër klikës. Prandaj të ju lutesha shumë që në mirë kuptoni se shpesh herë po abuzohet me mikrofonin. Çdo folës apo folse që del nxitur rretje dhe merret me punë të huaja apo jo me punë të shtëpisë tonë, nuk ka asnjë lidhje me këtë shesh. Këtu nuk jemi për hallet e botës, këtu jemi për hallet e Shqipërisë. Du të shpjegoj për të gjithë ata që kanë 1001 ide për t'i thënë, ju lutem na mirë kuptoni, është e pamundur që 6 milion ide të thuhen në 20 ditë, është e pamundur. Një thirrje shkon për policinë e shtetit. Policia e shtetit mram ka arrestuar dhe ka mbajtur divajza aktiviste deri në orën 4 të mëngjesit. Policia e shtetit ka procedu plot të ri dhe të reja dhe shumicën i ka procedu të ke përfshi edhe mu, po unë se ka problem, i ka procedu pa patur nevoj. Duhet ta kuptoj, jo policia, po shefat e policisë duhet ta mirë kuptojnë shumë mirë një diçka. Që këtu jemi edhe për ata policët që trajtohen si lecka nga shefat e tyre dhe nga krye kriminali Edvin Ravović. Do ju shpjegoj diçka. Ndërkohë që kryeministri harxhon trote 3.000 euro me gisa gasa e kriminal të tjerë dhe tradhtar të tjerë, policët tek drejtoria e policisë së shtetit punojnë në kushtet e 97-ës, 98-ës, a e besoni ajo? Po të shkoni e të futeni në ato zira se unë isha para 2 ditë, ashtu si shumë nismëtar dhe organizator, kushtet janë mizore. Prandaj policë, ne jemi edhe për ju këtu në shesh. Mos shantazhoni të rit. Mos sepse rinia është duke vlu. Kjo rini po kërkon me ju të rrez zvarë dhe ne kemi thënë jo. Kjo protestë dhe në fund do jetë paqësore derisa ju të dorëzoni. Po edhe fundi do e ketë një limit. Prandaj, si një prindit të fëmijëve, edhe ata policë që janë prindër, do ju them që mos të zbatojnë urdhrat e shefave tyre. Ne e dim që shefat e policisë, jo të gjithë, por shumica për tyre, kanë dalë në përgjimet e partnerëve tanë ndërkombëtar, Amerika, Gjermania, Italia, Britania, Zvicra e tjerë. Ne e dim që kanë dalë në Skynet e në chat. Prandaj, populli nuk ka besim te ju dhe mos abuzoni. Ju lutem të gjithë inspektorave të cilët marrin urdhra nga shefat e tyre. Ju e dini shumë mirë që shoqata e juaj nuk funksionon, apo sindikata e juaj. Ju e dini shumë mirë. Pse nuk shani të protestoni për drejtat e juja? Apo gjeni qytetarë të lirë dhe rinin për ta shantazhuar?
Mjaft me shantazhime, mos e shantazhoni rinin se pastaj nuk e ndalojmë dot. Kjo është thirrja e një prindi, mos e shantazhoni dhe mos e provokoni rinin, se nuk e ndalojmë. Ne nuk duam as 97, as 98, as 24, as 25. Ne jena kundër dhunës dhe kundër gjakut. I vetmi krye kriminal që duhet arrestu është Edi Rama, Belinda Balluku dhe ministrat e tij bashkë me Beram Begaj. Edhe Sali Berishën. Kush tjetër? Cilën tjetër? Kanë del në një se mos i del hati dikujt. Prandaj kërkojmë një kuptimin për mikrofonin, ju lutem kërkojmë një kuptimin. E dim që doni të fisni të gjithë, është e pamundur, ju lutem. Lishanbur, Ramanbur, Berishanbur, Ramanbur, Berishanbur. Ramanbur, Berishanbur, Ramanbur, Berishanbur, Ramanbur, Berishanbur. Dhe tani kemi një artist, do t'ju flasi, se më tha duhet ta ngret turmën pesh. Mirë se u mblodhem Shqipëri e re. Të dashur qytetarë, jemi në një moment historik. Ka ardhur koha që Shqipëria të ndryshojë, që ne të ndryshojmë, ndërgjegja jonë të ndryshojë. Për shumë vite kemi pritur të bëhemi mirë nga të tjerët. Ka ardhur koha që të presim nga vetja jonë. Dhe kjo kohë ka ardhur me këtë protestë madhështore ku të gjithë janë bërë bashkë me një zemër dhe me një mendje. Të gjithë bashkë për Shqipërinë e re. Unë quhem Franz Koruni, jam kantautor dhe përfitoj nga rasti të bëj thirrje gjithë kolegëve të mi këngëtar, artist, autor, që mos e përdorin zërin e tyre vetëm për të kënduar. Ka ardhur koha për të folur, njerëz. Ka ardhur koha të shkëmbej mendime të reja. Ka ardhur koha për njerëz të rinj. Boll me politikën e vjetër. E morën vesh 35 vite çfarë bëri politika e vjetër. Rinia zgjuar nga gjumi. Rinia sot do të jetojë në Shqipërinë që mendon vetë dhe jo që kanë menduar politikanët e korruptuar.